Masakër në Napoli, nuk morën para nga pensioni nënës së tyre. 2 vëllezër mbysin me jastëk babain dhe fshehin trupin brenda një arke. 2 vëllezër, 34 dhe 42 vjeç, janë arrestuar nga karabinierët në Quarto pranë Napolit me akuzën e vrasjes babait të tyre, Antonio Di Gennaro, 71 vjeç. Trupi i viktimës u gjeti fshehur në një ark në terracën e shtëpisë së fëmijëve të tij. Ngjarja u zbulua nga partnerja e 71 vjeçarit, e cila raportoi në polici zhdukjen e tij. Hetimet zbuluan se babai ishte vrarë mëngjesin e 3 qershorit pas një plani të dyshuar nga 2 vëllezërit, të cilët dyshohet se i dhanë atij një pilul gjumi të hedhur në kafe dhe më pas e mbytun me jastik pasi ai refuzoi t'u jepte paratë e pensionit të nënës së tyre të ndjer, shkruajnë mediat italiane. 2 të arrestuarit, Michele Di Gennaro, inxhinier biomjekësor, dhe Andrea Di Gennaro, trajnier personal, nuk kanë precedent penal. Gjatë marrjes në pyetje ata pranuan përgjegjësinë për ngjarjen e rëndë. Karabinierët zbuluan trupin pas kontrollit në shtëpinë në Via Cicori, zonë qendrore në Quarto. Hetuesit po vijojnë hetimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e vdekjes tragjike.